Përroj vrakës vjen të ndotet nga meteorinë të ndryshme. Kjo zonë prej kohësh është kthyer në një vend depozitimi mbetjesh, duke qenë një vijnë ndarëse mes dy bashkive, asaj të Shkodrës dhe të Malësisë Madhe. Vëret se në territorin e bashkisë Shkodër është ndërhyrë për largimin e mbetjeve nga brigjet, ndërsa në pjesën tjetër situata vazhdon të jetë problematike. Ai inxhinier që ka hap vijnë e vrakës, një anë e kanë hap, anën tjetër se kanë hap. Arsyeja pse? Fondi, si e karë, te karë, gjysën e një krah kanë pastru, tjetrën ja. Arsyeja pse? Leni për meteorina. Meteorina të dirë, në kallëzojnë koshët. S'ke kosha, futu në përlagje komplet, deri anë s'ke kosha kërkun. Futu kësaj del, edhe del në asfalt prapë. S'ke kosha kërkun. Këta të bordit kullimit që inxhinierit që ka marrë fondet, gjysën e vis me pastru, një krahun tjetër ja. Arsye, bordi kullimit e ka. Meteorinat i shihni vetë, s'është nevoja për një koment më. Nuk e di se kush i hell, unë për veti se di, por është krejt e rahat me marrë vesh se kush i hell. Është shumë rahat, ka kamerë atje, ka kamerë këtu, ka kamerë gjithmonë. Po i pastrojnë një herë në vjet. Një herë në vjet. Shihet. Janë pastruar normale se ka basa ka mujt bashkia, por banorët e papërgjithshëm për mendimin tim janë, por duhet vendosur një rregull për ta. Ndërsa problem për banorët është edhe rruga, pasi ky segment me gjatësi rreth 200 metër është krejtësisht i amortizuar. Ky segmenti është tjetër gjë, sepse ky është fshati tjetër e mbulon komunën e Gromirës, kurse këtë krahun ne vise mbulon rrethinat. Vështirë me kalu? Sa dush. Për 100 metër rrugë mos na lan pa lill, sepse nga ura këto deri te ura aty është pjesë e bashkisë Shkodër. Problemi i menaxhimit të mbetjeve vjen të jetë një sfidë për institucionet, ndonse është ndërhyrë shpeshherë për largimin e tyre nga kjo zonë, situata vjen të jetë sërish shqetësuese.